Territori shqiptar për datën 6 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot të vrenjtur dhe reshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga reshje shiu her pas here të dendura kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me reshje shiu në të gjithë territorin pa përjashtim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:40 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 8 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 15 gradë Celsius.